Kosovës. Me fjalë tjera, çdo gjendje, sado e keqe që është kudo në çfarëdo kohe, dikujt i konvenon. Pra nëse kemi qenë keq në të kaluarën, dikush ka përfituar nga kjo. Edhe pikërisht ata që përfitonin nga mjerimi i dikurshëm janë piskama e tanishme. Por nuk do të jetë edhe ardhshme, për shkak se po fillojmë një kapitull të ri, i cili nis me fushatën e tanishme, vulloset me zgjedhjet e 28 dhjetorit dhe zbatohet në 4 vitet e ardhshme me qeverisjen e vetëvendosjes. E kemi rritur fuqishëm mbështetjen për fermerët, sepse fermerët e krijojnë një raport 3 me tokën, e rrjedhimisht me territorin e shtetit. Kemi shtu buxhet për shkolla, për spitale, për qendrat mikësisë familjare, për barna, arsimin publik e kemi bërë falas në të gjitha nivelet, edhe për masteret bachelor. Kemi ndërtuar e renovuar objekte sportive, trashëgimisë kulturore cep më cep Kosovës. Investimet publike kapitali kemi ngritur pra në nivelet të pashënuara më herët. Bruto produkti vendor është rritur për shkak të eksporteve, është rritur për shkak të konsumit, po është rritur për shkak të investimeve e shpenzimeve që kemi bërë ne, dhe gjithashtu e kemi rritur edhe financimin për rend, siguri edhe sovranitet. I kemi rrit pagat në sektorin publik dhe sidomos tash është temë aktuale rritja e pagës minimale, e kemi gjetë 70 euro, kemi gjetë 130 euro edhe 170 euro. Pra një mesatare për 150 euro kemi gjetë pagën minimale, varësisht ai ki mbi 35 vjeç apo më pak. Ndërkaq ato e bëm së pari 264 euro, 350 euro dhe tash nga 1 janari paga minimale do të jetë 425 euro me 2 shkallë që të kemi një ndjeshmëri për përgatitjen e nevojshme të sektorit privat dhe 500 euro do të jetë prej një korriku të vitit të ardhshëm. Për herë të parë kemi ofruar mbulesë universale të shtesave për mbi 400.000 fëmijë dhe rreth 7.000 gra lehona, e së fundmi shtesat për fëmijë janë rritur edhe për 50%, kjo thotë që një familje me 2 fëmijë, e cila i ka marrë deri më tash 40 euro, tash i merr 60 euro, me 3 fëmijë, me qenë se kanë qenë nga 30 euro, i ka marrë 90 euro, tash i merr 135 euro, nëse ka marrë 120 euro, se kanë qenë 4 fëmijë, merr 180 euro, e kështu me radhë. Ndërmarrjet publike nuk operojnë më me humbje sikurse dikur. Kur kemi ardhur në qeverisë në pranverën e vitit 2021, vetëm 2 ndërmarrje nga 17 sosh kanë operuar pa humbje, dhe tash shumica e ndërmarrjeve operojnë pa humbje, e disa prej tyre kanë më shumë fitim se sa disa të tjera. Ajo që besoj se është e rëndësishme të theksohet është që paga minimale e cila është rritur dhe mbështetja e bizneseve që ne bëjmë janë njëkohësisht të zbatuara nga qeveria jonë. Pra ndihmojmë sektorin privat, ta zëm janë 51 panajire që i kemi mbështetur qindra bizneset tona jashtë vendit, pastaj kemi subvencionu kredi për biznese ku janë investu mbi 100 milion euro për blerjet makinerisë prodhuese, është masa 2.1, ku 20% të kredisë investive e ka mbuluar qeveria, dhe natyrisht që është rrit qarkullimi i bizneseve dhe kjo e ka zbut papunësinë në vendin tonë në përmasa si asnjëherë më parë. Qarkullimi në biznese është rrit prej 12 miliard në 22 miliard, me qëras duhet theksuar që janë 2 fishu fitimet, në fakt 2 herë gjysmë më shumë, nga 800 milion në 2 miliard euro për sektorin privat në aspektin e gjithëmbarshëm, ku nga 1.8 miliard euro paga që ishin në vitin 2019, sot ka shkuar në më shumë se 3 miliard. Superpuna ka marrë formë, qeveria jonë ka subvencionu bizneset me pagë minimale për 6 muaj dhe si rezultat janë punësuar mbi 16.303 dhe papunësia ka rënë nga afër 26% sa ka qenë para 4 viteve e gjysmë në më pak se sa 11%. Tash në vitet në vijim, në mandatin tonë të ardhshëm, do të kemi një program për 1 miliard euro për të mbështetur investimet në kapacitete prodhuese përmes garantimit të kredive nga shteti. Kjo ju siguron investitorëve financim më të lehtë, më të lirë edhe mundësi shtesë për të përfituar nga skemat e subvencionimit të pagave. Më tej, për të mbështetur likuiditetin e bizneseve në sektorin privat,
Mbledhjen e TVSH-s për mallrat që hyjnë kufi do ta zhvendosim nga kufiri në brendësi të vendit. Data e pagesës së detyrimit të TVSH-s do zhvendoset në muajin pasues nga muaji kur lind detyrimi në kufi, ngjajshëm siç e kanë edhe bizneset për TVSH-n e brendshme. Pastaj, për veturat e importuara nga Shtetet e Bashkimit Evropian do ta heqim taksën doganore për 10%, gjë që do të mundsoj kosto më të lirë për qytetarët për blerjen e veturave. E këtë mandat do ta nisim me valutën digjitale të Kosovës. Pra ne kemi valutën euro, por do ta kemi edhe një valutë digjitale të Kosovës. Valuta digjitale e bazuar në blockchain, e krijuar nga shteti do të përdoret për pagesa. Krijimi i valutës digjitale hap mundësi të reja për inovacion dhe krijon ekosistem të inovatorëve. Me këtë vendosim Kosovën në qendër të zhvillimeve më të fundit teknologjike. Prandaj edhe na nevojitet një ICT Tower apo Tech Tower apo Tech Cool në kryeqytet si investim publik, ku do të ofrojmë mbështetje për hapësira për bizneset e Kosovës, të cilat në fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, me rritjen e tyre gjigande, sidomos viteve të fundit, po përbëjnë rreth 6% të bruto produktit vendor në përmasën e tyre. Pastaj do t'i largojmë të gjitha kufizimet për njohjen e shpenzimeve të trajnimit si shpenzime të zbritshme për bizneset private në Kosovë. Transportin publik do ta kemi në fokus, me qenë se është një nga fushat ku kërkohet shumë angazhim e transformim. Prandaj e kemi dhjetësimin e programit On and Bon, që do të thotë se do të kemi një rrjet të integruar transportit publik në tërë vendin, ku fillimisht për trafikun urban e në vijim edhe për trafikun ndërurban, integrimi do të jetë nëpërmjet biletës mujore. Secili shfrytëzues do të udhtojë On and Bon Kosovës pa pasur nevojë për një bilet tjetër, dhe do të ketë një kosto të përballueshme prej 10 euro në muaj që secili mund ta shfrytëzojë për këtë program nëpërmjet biletës së integruar. Këtë mandat do ta nisim edhe me projektin e Mall Brezovica. Do të investojmë deri në 500 milionë euro në infrastrukturë rrugore, akomodime moderne, pista të reja, rrjet bashkëkor teleferikut. Pra do të sigurohemi që Brezovica të bëhet qendër e turizmit malor, e dimror dhe e famshme jo vetëm në rajon, por edhe në Evropë e në botë. Zhvillimi i këtij projekti do të jetësohet nëpërmjet dy komponenteve. Komponenti i parë është infrastruktura përcjellëse, ndërtimi dhe mirëmbajtja e saj, ndërkaq komponenti i dytë do të jetë pjesa e ndërtimit dhe operimit hotelerisë, gastronomisë, shërbimeve rekreative, sportive dhe shërbimeve të tjera. Ajo çfarë duhet theksuar po ashtu është që do të bëjmë reformë të thellë në arsim, do të bëjmë proces në rishikimit dhe rivlerësimit gjitha teksteve shkollore, nga gjuha dhe matematika që i rishikuam tashmë, do të vijohet me tekstet e tjera për gjithë arsimin parauniversitar, si dhe për disa lëndë do të fillojmë me përkthimin dhe digitalizimin e materialeve shkollore. Për arsimin dual e profesional do të krijojmë platformën me profilet e secilit diplomuar në arsimin profesional dhe arsimin dual për qasje në tregun e punës. 10 profile të reja do të shtohen mësimit dual në përgjigje të kërkesave të industrisë, ndërkaq klaset e mësimit do t'i pajisim me tabela të mençura, do të shtrijmë brezin internetin brezgjër me shpejtësi të lartë edhe në 1000 institucione të arsimit parauniversitar, së bashku me qasjen falas në internet. Sa i